Sot në këtë takim do të flasim për një ndodhi që ka të bën me javën për të cilën në të cilën gjendemi. Është në pragun e Bajramit përgatitja për kurban. Kurbani, simbolika e flijimit dhe sakrificës së njeriut për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për një mirëqenie të tij në jetën e dynjas dhe për të fituar mëshirën e Allahut në jetën e amshueshme të ahiretit. Simbolika e kurbanit është e madhe dhe gjithë popujt dhe kultura dhe civilizimet kanë flijim dhe kurban. Mirë, po kur bëjmë krahasimin mes flijimeve dhe kurbaneve që i bëjnë civilizimet tjera dhe asaj që na mëson feja islame që nga Ademi a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të shohim rahmetin dhe mëshirën e madhe të Allahut në rregullat që na i ka sjellë neve si musliman. Të tjerët flijojnë njerëz dhe kjo ka qenë e njohur në civilizimet e vjetra faraonike në Egjipt. Akoma ekziston në disa popuj të Afrikës dhe ka qenë njohur në shumë civilizime, flijimi i njeriut. Në Islam nuk ka flijim të njeriut. Pse? Sepse Allahu e ka krijuar njeriu në formën më të përsosur. E ka bërë krijesën e veçantë dhe të dalluar. Dhe të gjitha krijesat tjera në qiell dhe në tokë i ka krijuar për të shërbyer njeriu. Andaj dhe ka caktuar që kurban të filijohet diçka prej bagatisë, e jo njeriu. Sepse të gjitha janë për njeriu, andaj njeriu nuk flijohet për asgjë. Njeriu nëse duhet flijohet për Allahun e fuqishëm, e lartëmadhërisëm. Ai vetë me dëshirën dhe vullnetin e tij. E jo dikush ta flijon atë pa dëshirën dhe pa vullnetin e tij. Andaj kjo është një element që dëshirohet të spikas që rrallë herë ndoshta dikush e përmend, a është më rëndësi. Allahu i lartëmadhërisëm thotë: Fasalli li rabbika wanhar. Fal namazin dhe flijo për Zotin tënd. Fal namazin e përgjithshëm 5 kohët e namazit. Fal namazin e xumas. Fal namazin e Bajramit. E këtu sidomos fal namazin e Bajramit dhe pas namazit të Bajramit thellë kurbanin, me të cilën gjë tregon ti gatishmërinë për të flijuar diçka prej pasurisë tënde për hir të Allahut të fuqishëm. Imam Ibn Taymija rahimullahu taala duke folur pse Allahu e përmendi këtu namazin dhe kurbanin bashk, tha: sepse namazi është adhurimi më i madh fizik, trupor, kurse kurbani është adhurimi më i madh me pasuri. Andaj përmendi bashk për tregu gatishmërinë e besimtarit për flijuar për Allahun subhanahu wa taala, ashtu sikur se ka përmend edhe në ajetin tjetër ku Allahu xhelal thot: kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun, Zotin e botrave, i cili nuk ka ortak, la sharika lah, wa bidhalika umirt, dhe me këtë gjë jam urdhëruar, wa anna awwal muslimin, dhe unë jam besimtari i parë. Pra, të nderuar, të gjithë na duhet të jemi të gatshëm të flijojmë nga koha jon, nga pasuria jon, nga djersa jon, të flijojmë gjëra për fituar kënaqësinë e Allahut. Pastaj të flijojmë për të krijuar mirëqenie për njerëzimin. Nuk mund të rregullohet gjendja e popullit ton dhe vendit ton pa flijim. Mirë, po ai flijim mos bëhet përsëri për fitime personale. Sikur se ndodh, ka njerëz që kanë flijuar kaluarën 10-15 vite, 20 vite në ilegal, pastaj kanë marrë pjesë në veprime të mëdha që më në fund ta djegin të gjithë atë kontributin e vet, duke e përfunduar karrierën e tyre për të përfituar personalisht, për grumbuar pasuri personalisht. Kështu muslimani nuk bën. Muslimani vazhdimisht filijon, sakrifikon për ndriçuar jetën e tjerëve. Sikur se thot një poet: nëse nuk digjem unë, nëse nuk digjesh ti, nëse nuk digjemi na, atëherë si ka mundësi errësira të shndrohet në dritë. Andaj kurbani jep këtë simbolik që na të flijohemi për të fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj për të shërbyer këtë popull dhe këtë vend, që ata të kuptojnë qëllimin e krijimit të tyre, që të madhnojnë krijuesin e tyre dhe të bëjnë mirë të gjithë njerëzve me të cilët ata jetojnë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nga viti i dytë i hijretit, kur i bëhet obligim, kur i bëhet i ligjshëm thërrja e kurbanit, çdo vit ka thërr kurban. Dhe ka mundu të zgjedh kurbanin më të majm, e më të mirë, e më të shtrenjtë
për ta thërë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo ka me tradit akoma vazhdon tek ne dhe inshallah taala tani me këtë rizgjim islam në mesin e popullit ton vazhdon të jetë i pranishëm në shtëpijat dhe vendet tona, mënyrë me të cilën na e tregojmë për uljen dhe në shtrimin karshi Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim se kurbani na simbolizon edhe një ndodhi të madhe historike në kohën e lasht, në kohën kur ishte gjallë pejgamberi Ibrahim a.s. dhe djali i tij Ismaili. Dhe gatishmëria e tyre si pejgamber të Allahut të flijohen dhe mëshira e Allahut që u vjen vazhdimisht atyre që i dorëzohen Allahut dhe janë të gatshëm të flijohen për ta. Ande kush flijohet për Allahun e gjen mëshirën e Allahut dhe i gjen të mirat e tij në dunjë dhe ahiret. Andaj mos harrojmë që ato parë që i kemi të bëjmë këtë therrën e kurbanit, që nëse e therr krye familjari i mjafton këtë familjes, nëse therr dela apo dash, nëse therr lop mund të marrin pjesë 7 familje, edhe domethënë të ndahet mishi, një pjesë e man për vete, një pjesë ja ndan të varfërve dhe një pjesë ja dhuron farefisit dhe akrabas. Për në këtë formë e kalojmë këtë bajram duke madhnu Allahun edhe me këtë vepër shtesë është kurbani, duke lutur Allahun që të gjitha adhurimet tona t'i pranon dhe të na bën njerëz që kuptojnë madhninë e Allahut dhe që i nënshtrohen kësaj madhnie dhe që flijojnë për Allahun, pastaj flijojnë edhe për mirëqenien e popullit dhe vendit, duke e lënë veten anësh, duke e flijuar veten, duke u bë altruist për të mirën e tjerëve, ndoshta dikujt i duket kjo punë e çmendur, ndoshta dikush e etiketon si marrëzi, mirë po kjo është burruria dhe kjo është feja dhe të këtillë duhet të bëhemi. E lutim Allahun na përqendron në këtë rrugë dhe të na jap mirësinë dhe mbarësinë në dunjë dhe në ahiret.